Territori i Kosovës për datën 25 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me vranësira të her pas hershme dhe rreshje të lehta lokale. Paraditja do të jetë me mod kryesisht të vrenjtur, ndërsa pasditja sjell intervale të shkurtra me kthjellime. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 11 gradë Celsius në zonat jugperëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 25 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 25 nëntor do të jetë në orën 6:33, ndërsa perëndimi në orën 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 1 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 9 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 11 gradë Celsius.